Prindrit, dera e mesme e xhenetit. A ke ndaluar ndonjëherë të shikosh duart e babait tënd? Mendoje pak atë dorë që dikur të mbante fort kur bëje hapat e parë në jetë. Sot, ajo dorë dridhet. Ka humbur fuqinë e dikurshme dhe ka mbetur e mbuluar me rrudha nga puna e palodhshme. Ai ke parë sytë e nënës tënde, atë shikim që ndrinte nga gëzimi sa herë që ti buzëqeshje, e që sot kërkon vetëm pak vëmendje prej teje. E kemi zakonin të mendojmë se prindrit tanë do t'jenë gjithmonë aty. Zgjohemi çdo ditë me ngut, merremi me punët tona, me telefonat tanë, me karrierën dhe problemet tona të vogla, dhe harrojmë diçka shumë të madhe. Çdo ditë që kalon, prindrit tanë po plaken, flokët e tyre po thinjen, hapat po ngadalsohen, trupi po u lodhet dhe zëri po u bëhet më i dridhur. Një ditë, e ardhmja do të bëhet e shkuar, dhe nëse nuk tregohemi të kujdesshëm sot, do të zgjohemi në një shtëpi ku dhoma e tyre është e zbrazët, ku këpucët e tyre nuk janë më te dera dhe ku penda e pendimit nuk do të na kryejë më asnjë punë. Kur Allahu i madhëruar fliste në Kur'an për gjërat më të rëndësishme në këtë jetë, ai e vendosi respektin ndaj prindërve menjëherë pas besimit. Nuk ka asnjë vepër tjetër njerëzore që Zoti e ka lidhur kaq ngushtë me adhurimin e tij. Në surën Isra, ajetet 23 dhe 24, Allahu thotë: Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç tij dhe të silleni mirë me prindrit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë te ti, mos u thuaj atyre as uf, mos i me fshat, mos i bërtit, dhe u thuaj fjalë të ngrohta e me respekt. Lësho mbi ta krahët e përullësisë nga mëshira dhe thuaj: O Zoti im, mëshiroj ata, ashtu siç më kanë rritur mua kur isha i vogël. Mendoje mirë këtë ajet. Zoti nuk të ndaloj vetëm t'i godasësh apo të bërtasësh. Ai të ndaloj të thuash madje edhe fjalën më të vogël të lodhjes, fjalën uf. Ajo pëshërëtim e vogël që na shpëton kur jemi të lodhur dhe prindi na kërkon diçka, te Zoti peshon rënd. Sa herë kemi ngritur zërin? Sa herë kemi humbur durimin sepse nëna na bëri të njëjtën pyetje 2 herë apo sepse babai nuk e kuptoi teknologjinë si ne? Kujtoje se kur ishe fëmijë, ti e pyesje nënën tënde 10 herë për të njëjtën gjë, edhe ajo të përgjigjej çdo herë me buzëqeshje dhe dashuri. Dhe kur Zoti thotë në Kur'an te surja Luqman ajeti 14: Bëhu falënderues ndaj meje dhe ndaj prindërve tuaj, tek unë është kthimi i të gjithëve. Mufesirët, komentuesit e Kur'anit thonë se kush nuk e falënderon prindin e tij, nuk e ka falënderuar as Allahun. Për të kuptuar se çfarë do të thotë mirësia ndaj prindit, le të kujtojmë një histori nga kohët e kaluara. Një burr nga Jemeni erdhi në Mekë, duke mbajtur nënën e tij të moshuar mbi shpinë gjatë të gjithë rrethimit të Ka'bes, tavafit. Ai po e mbante atë në papën e nxehtë të shkretëtirës, pa u ankuar për asnjë moment. Kur pa Abdullah ibn Omerin, një nga shokët më të mëdhenj të profetit, e pyeti: O ibn Omer, unë e kam mbajtur nënën time mbi shpinë për kilometra të tëra dhe po e bart këtu në tavaf. A mendon se ja kam shlyer borxhin? Ibn Omeri e pa dhe i tha: Jo, asa një dhimbje të vetme nga ato që ajo ka ndier kur të ka lindur. Ti sot po i shërben asaj duke pritur që ajo të jetoj, ndërsa ajo të shërbeu ty kur ishe i vogël, duke i lutur Zotit që ti të jetosh. Ja, kjo është diferenca e madhe. Dashuria e prindit është e vetme dashuri në botë që jep gjithçka pa kërkuar asgjë mbrapsht. Pejgamberi Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, na ka paralajmëruar me fjalë të forta për vlerën e kohës që kaloi me ta. Në një hadith të transmetuar nga Ebu Hurajra, profeti hipi në mimber dhe tha 3 herë Amin. Sahabët e pyetën pse e tha këtë, dhe ai u përgjigj se Xhibrili erdhi dhe i tha: Utur për oftë dhe u shkatërrofta ai person që i arrin prindrit e tij në pleqëri, njërin apo të dy, dhe nuk hyn në xhenet përmes shërbimit të ndaj tyre. Dhe profeti tha Amin, e mendon dot. Një dua e bërë nga engjëlli më i madh dhe vulosur me Amin, nga njeriu më i dashur i Zotit. Kjo tregon se të kesh prindrit e moshuar në shtëpi nuk është barr, por është dhurata më e madhe e Zotit që të ka dërguar për të fituar parajsën.
Dhe në një transmetim tjetër ai tha: "Babai është dera e mesme e xhenetit. Nëse dëshiron, humbe këtë derë ose ruaj atë." Një burr erdhi tek profeti Muhamedi dhe e pyeti: "O i dërguari i Allahut, kush meriton më së shumti shoqërinë dhe kujdesin tim të mirë?" Profeti u përgjigj: "Nëna jote." Burri pyeti përsëri: "Kush pas saj?" Profeti tha: "Nëna jote." Burri pyeti për të tretën herë: "Kush pas saj?" Profeti tha përsëri: "Nëna jote." Dhe kur pyeti për të katërtën herë, profeti u përgjigj: "Babai yt." Profeti e përsëriti 3 herë nënën, sepse ajo ka kaluar 3 vështirësi që babai nuk i kalon dot kurrë: mundimin e shtatzënisë për 9 muaj, dhimbjet e tmerrshme të lindjes dhe pagjumsinë e gjatë të ushqyerit me gji. Nëna jote u ushqye që ti të rriteshe, mbeti pa gjumë që ti të flije i qetë, dhe vu lut për suksesin tënd atëherë kur ti as nuk dije të flisje. Mund të bëhesh njeriu më i fuqishëm në botë, por para nënës tënde do të mbetesh gjithmonë ai fëmijë që ka nevojë për lutjen e saj. I dashur shikues, nëse i ke ende gjallë prindrit e tua apo qoftë edhe njërin prej tyre, konsideroje veten njeriu më të pasur në botë. Ke ende kohë të ndreqësh çdo gabim. Ke ende kohë të marrësh duat e tyre që të ndriçojnë jetën. Nëse je larg tyre sot, merri në telefon tani. Mos e lër për nesër, sepse nesërmja nuk është e garantuar për asnjë nga ne. E nëse prindrit e tu kanë ndërruar jetë dhe kanë kaluar tek krijuesi, mos u dëshpëro. Rruga jote me ta nuk ka përfunduar. Profeti na ka mësuar se kur njeriu vdes, veprat e tij ndërpresin përveç 3 gjërave. E njëra prej tyre është një fëmijë i mirë që lutet për të. Dërgoju sadaka në emër të tyre. Bëj punë të mira që t'u shkojnë shpërblimet dhe lutu në çdo sejdë me fjalët e Kuranit. O Zoti im, më shiroj ata ashtu siç më kanë rritur mua kur isha i vogël. O Zoti im, në bëj prej atyre fëmijëve që i nderojnë prindrit, në i ruaj ata që i kemi gjallë, e më shiroj ata që kanë kaluar te ti, dhe në bashko të gjithve në xhenetet e tua të larta.